Policia e Kavajës ka proceduar penalisht 3 punonjës të spitalit të këtij qyteti për mbytjen në plazhin e Qerretit të 2 prindërve të fëmijës 7 vjeçar, Jeta dhe Sinan Shala, ngjarje ndodhur pak ditë më parë. Këta të fundit humbën jetën pasi hyrën në det për të shpëtuar jetën e fëmijës së tyre që rrezikonte të mbytej nga dallgët e mëdha. Mësohet se deri tani janë proceduar penalisht shoferi i ambulancës, mjeku dhe infermieri që kanë qenë në punë ditën e ngjarjes, teksa akuzohen për vonesë në dhënien e ndihmës së parë mjekësore. Sipas policisë ndonë se ambulanca ishte në gatishmëri, mjeku, infermieri dhe shoferi erdhën 20 minuta me vonesë, ndërsa nëse ata do të vinin më shpejt, mund të shpëtojë jeta e njërit prej prindërve. Procedimet penale janë depozituar në prokurorinë e Kavajës ndaj personelit të urgjencës dhe pritet të nisë kallëzimi penal, ndërsa nuk janë bërë të ditur emrat e personelit të urgjencës ndaj të cilëve është nisur edhe procedimi penal. Sinan dhe Jeta Shala humbën jetën në bregdetin e Qerretit, teksa ishin futur në ujë për të shpëtuar djalin e tyre 7 vjeçar, i cili rrezikonte të mbytej nga dallgët e mëdha. Ata nxituan dhe u futën në det duke e shpëtuar të miturin, por teksa e nxorën atë nga dallga, çifti nuk mundi t'i bënte ballë një tjetër dallgë të madhe, e cila i përpiu dhe u shkaktoi vdekjen për shkak të mbytjes. Trupat e pajetu nxorën në breg nga pushuesit e tjerë, të cilët fatmirësisht mund të nxirrin të gjallë vogëlushin 7 vjeçar që më pas u dërguan në spitalin e Durrësit, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.